Këshilltarët e AKI-s në Këshillin e Komunës së Tetovës kanë dorëzuar kërkesë zyrtare për emërtimin e 67 rrugëve të qytetit. Sipas koordinatorit të këtij grupi, propozimet janë hartuar duke respektuar plotësisht përkatësitë etnike dhe realitetin historik të Tetovës. Sot si grup i këshilltarëve të AKI-s dorëzova unë si koordinator një kërkesë për plotësimin dhe ndryshimin e rendit të dytës për kryetarit të Këshillit Komunal. Kërkuam që si pikë e parë e rendit të ditës të vendoset propozim vendim për emërtimin dhe riemërtimin e rrugëve, shesheve dhe hapësirave publike në territorin e Komunës së Tetovës. Bëhet fjalë për një propozim konkret për emërtimin e gjithse 67 rrugëve dhe sheshit të Tetovës. Propozimi është hartuar me përkushtim dhe me profesionalizëm, duke pasqyruar realitetin historik të Tetovës, duke respektuar të gjitha komunitetet etnike, si dhe trashëgiminë kulturore e historike të qytetit tonë. Nga ana tjetër, kryetari i Këshillit Komunal në Tetovë Jusuf Abduli konfirmoi pranimin e kësaj kërkese. Ai bëri të ditur se kjo pikë do të futet në rendite për debate gjatë seancës së të hënës, ndërsa vendimi përfundimtar do të varet nga votat e shumicës së këshilltarëve. Ditën e hënë në Këshillin Komunal paraqet seancën e 15 të radhës të Këshillit Komunal të Komunës së Tetovës, ku do të shqyrtohen shumë pika të rëndësishme për qytetin e Tetovës. Ne jemi në bisedim dhe në konsultime sipër, po të njëjtën kërkesë në atë seancë do të shqyrtojmë bashkë edhe me këshilltarët e opozitës. Do të zhvillohet debat dhe më pastaj do merret vendim ashtu si është edhe me rregullore, vendimi i shumicës. Debati për emrat e rrugëve në Tetovë u riaktualizua pasi gjykata kushtetuese para një muaji shfuqizoi një vendim të vitit 2007 për ndryshimin e toponimeve. Me këtë vendim të kushtetueses, 14 rrugë në Tetovë do të duhet të kthejnë emrat e tyre të vjetër, përfshirë edhe sheshin Iliria, i cili juridikisht kthehet në emërtimin e mëparshëm Marshall Tito.